Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër, miq, vëllezër, motra, brenda në Kosovë, jashtë Kosovës, dhe në diasporën shumë të largët dhe të afërm, ju përshëndesim nga kjo dhamë vëllezërore, dhamë në të cilën bëm iftarin e këtyre 6 ditëve të Shevalit, të cilën e kemi marrë si për këtë vit me radhë, çdo natë me pas ka një ligjërat. Ju përshëndesim pra nga kjo dhamë, me atë përshëndetjen që ka nevojë i tërë globi, përshëndetje e paqes dhe sigurisë, ajo është Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Nikosisht bashkë me juve, lusim Allahun xhalla xhelalu që të ndërpriten gjakderdhjet gjithkund në glob që janë, e sidomos në lindjen e mesme dhe në Ukrainë. Son të zgjodhem për këtë vëllezrit me cilën e bëm këtë iftar këtu në këtë shtëpi, në këtë konak. Allah ja ushtoft bereqetin edhe hajrin. Bëm një jetë folim pak fjalë për rëndësi e diturisë dhe të shkrimit librit. Kur të shkruash një fjalë të mirë, jetë ndër gjenerata. Sikur na kur kemi marrë një dituri që ato që na ka caktuar Zoti, në për librat vjetra, dietarët e kanë rujt, brez pas brezi, para 1000 vjetë është shkru, Kurani kur është shkru, tefsirat kur jenë shkru, kështu me radhë, hadithi pejgamberit, si Imam Bukharit e Muslimit, e të tjerët dietarët të mëdhenj, rëndësi të veçantë kanë. Prandaj duhet sot çdo musliman, edhe muslimane, m'ia ditë rëndësitë kësaj lloj diturie. Dituria, njeri kur e merr diturin, Allahu kur ja jep. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin që e transmeton Abdullah ibn Abbasi radiallahu anhu. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu kur ja dëshiron dhe ja don e robit vet një të mire, ja mëson diturinë. Prandaj ka thënë pejgamberi tonë në Kur'an, o Zot, ma shto diturinë, dhe kur Rabbi zidni ilma, ma shto diturinë. Allah ja ushtov diturinë. Po pse dituria më ushtu? Me ditë që shme adhuru Allahun. Kjo është kryesorja. Me dituri dim se si të adhurem Allahun subhanahu wa ta'ala. Nuk adhurohet Allahun që ka bojnë njerëzit e kini po në për tregjet në ryshme, me format në ryshmane këtu. Allahu s'ka kërku ato forma që i bëjnë njerëzimit që janë të mësuam prej komercialistëve të mëdhenj, mashtruzve, gënjeshtarëve, rënacatëve të mëdhenj në përbotë. Lloj budallakijesh. Adhurohet Allahu xhalla xhelalu me 2 pika kryesore, sinqerisht për ta me qenë adhurimi, dhe e dyta me qenë sikur që është i kërkuar nga Kurani famlart dhe sunneti profetik apo veprimtaria e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj në këtë drejtim tregon Abdullah ibn Abbas i thot, faqihun wahidun, një njeri dietar është më i rrept dhe më i ashpër kundër shejtanit se nimi adhurues. Një dietar i mirë, i përfillt, i sinqert, është më i rrept, më i ashpër kundër shejtanit se 1000 adhurues. Se ka adhurues bo, ama diturin nuk e kanë. Prandaj dituria është në rafin e parë të feja janë. Për diturin që ka robi, Allahu xhalla xhelaluhu për të mirat e tia i ka obliguar me laçet e ngjujt, i ka obliguar me ja regjistruar punët e mira, edhe të këqijat normal po. Ama kemi fjalën për të mirat. Çka po thot në Kur'anin famlart? Një dhonë edhe i ka dhënë melekëve të cilat regjistrojnë punët e mira, ju ka dhënë grad, i ka graduar. Çka ka thonë për to? Kiramen katibin. Të nderuara, të respektuara kiram,
të nderuara dhe të respektuara të cilat regjistrojnë veprat, për ato melek të cilat regjistrojnë veprat e njerëzimit. Ju ka dhënë gradë për shkak se e regjistrojnë veprën e tyne. Veprat tona sa kur ti llogaritish brenda ditës, çfarë vepra të mira ke bën ti për me të regjistruar kiramën katibini, çato melek. Edhe sa ke bën vepra të liga për me të regjistruar. Allah i më shpëtoft mua dhe juve që po më dëgjoni. Në një hadith thuhet, hadithën fjala e Muhamedit alayhi salatu wassalam, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, diturin mblidhne, afrone, rumbullaksone, grumbullonje, stimulone, akumulone diturin me një vend, thot qayyidul ilme bil kitab. Atë ka dhënë Zoti dituri, po shkruje në libër, se shkrimi nuk hupet. E sidomos kur studiohet edhe shkruhet në tritllëk, thojnë arab që një fjalë, el ilmu fi sigar ke nakshi fil hajar, dituria në veçli si shkrimi në gur. Kur gdhendet diçka në gur, a shlyhet, kur nuk shlyhet. Edhe dituria në veçli. Nikosisht duhem të përmendim Allahu Gjelle Gjelaluhu është betu për penden që shkruan, për lapsin, stile lapsin, apo na shtojmë popullor që për kalemin që shkruan. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë zbritjes prej qiellit në tokë me Xhibrilin, i ka dëgjuar shushurimet e lapsave. Shushurime ato që bën zhurmat e lapsave në letra. Po i thot Xhibrilit, ja Xhibril, që po dëgjohet kjo shushurim e lapsave? Ka thonë, shkruajnë me lekt, me lachet e Allahut shkruajnë dhe regjistrojnë veprat e robëve prej para lindjes, në lindje, gjatë jetës, e deri në vdekje, ku ka me lind, kush ka me qenë, ku ka me punu, ku ka me jetu dhe kështu më radhë. E lusim Allahun Gjelle Gjelaluhu që t'jenë shkrua këto letrat tonat, t'jenë të shkruara me sjellje të mira dhe me fate të mira, inshallah ta'ala. Prandaj Allahu, si të thash më para, është betuar në laps, në stile laps. Ka thonë nun, wal kalemi, wa ma yasturun. Nun është fillimi i surës Nun. Wal kalem, pasha lapsin, dhe çka shkruhet me to. Lapsin e ka krijuar mas pari që ka kriju Allahu Gjelle Gjelalu prej krijesave, ka kriju lapsin, pende. Edhe i ka thonë pendes, shkruj, uktub, shkruj. Penda ka thonë, ja Rabi, çka më shkru? Lapsi. Ka thonë, uktub maqadir al-ibad ila yawm al-qiyamah. Shkruj caktimet dhe sfidat e njerëzimit dhe sprovat e tyne deri ditën e kiametit. Alhamdulillah. Prandaj ka bon është betu Allahu Gjelle Gjelaluhu për lapsin. Theksohet prej një prej dietarëve, është sahabi, ky shoku i Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Safwan ibn Asal. Safwan ibn Asal thot erdhi te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E ka qenë Safwan ibn Asali dietar dhe shkrues, shkrimtar, ka shkru diturin. Pejgamberi ja ka vlerësu punën, qysh atëherë, kur s'ka pas, çka ka pas para 1450 viteve. Çka ka thonë për Safwanin, merhaban bi talibil ilm. Merhaban, arab, që si të thuhet dikush, mirë se në erdhe, i e gëzue më ardhjen e ti, me kanë ma Asalin. Çka ka bon ky Safwan ibn Asali, çka ka bon? Pejgamberi tha, mirë se erdhe, merhaban, o shkrues i diturisë. O shkrues, regjistrues i diturisë. E Allahu Gjelle Gjelaluhu tani ka treguar vetë në surën
Në Kurani Kerim ka thënë, Alladhi allama, Allahu është ai i cili e ka mësuar njeriun me shkrua, allama l'insan, që e ka mësuar njeriun, allama bil qalam. Me qëtë lapsin, ke pa fëmija sa vumën klasën e parë, kur qështu është, thot mendja të vjetrit, qësh bes pëti me vë qështu, sa lejt, ditët e para, dyta, shkojnë 6 muaj, 7 muaj, 10 muaj, vitin e ditë, pëti me ledzu, vitin e tretë, tamam, vitin e katërt, ecin. Ata që i jep Zoti aftësi, me qka? Me qatë lapsin, me qatë. Po qatë sebeb, djetari i mirë, mësusi i mirë, edhe talebjas, nxënësi i mirë, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me laçet i nënshtrojnë krahnorët e tyne, që talebja, nxënësi i mirë, dhe mësusi i mirë, të ecin, mbi krahnorët e melekëve, e të shpije deri në xhenet. Allah i në bëft mësus të mirë, pedagog të mirë, edukator të mirë, që t'i mësojmë edhe popullin, t'i mësojmë edhe familjen, dhe t'i mësojmë edhe nxënësat në përshkolla, se kjo përgjërsi e madhe, sidomos Ministria e Arsimit. Diçka do më thonë Ministria e Arsimit. Ju më marë si shembull, po du pak që të jini në njohuri të bollshme këtë çështje. Çdo vjet Kosova tani për tani regjistron 22.000 nxënës klasë të parë. 22.000. Përpara kemi pas numrin 46.000, 47.000 para luftës, kemi ra diku 60% në produktivitet. Natalitetin e kemi nalë shumë. Edhe shpërnguljet, edhe damtimet, edhe shumë faktorë të tjerë. Para luftës kemi regjistruar diku afër 46.000 nxënës klasë të parë, tash regjistrojmë 22.000, 60% më pak. Allah i në shtovët bereqetin. E tash mërë në moment juve kjo thamë, me pas mësues të mirë, edhe me pas lëndën fetare në shkollë, punëtor të arsimit, sa kemi diku, numër të madh kemi punëtor të arsimit, kemi pas para luftës 26.000, tash janë reduktuar, ata kanë deri në 22.000, ose 21.000 punëtor të arsimit në përgjithësi. Marrë në moment këta në përgjithësi lëndën fetare, këta do ta kishin nxënësat në përshkolla, e të thënë kretë në fillim të mësimit, Bismillahirrahmanirrahim, në emër të Allahut bamirës dhe mëshirus, kur do të thëshin të gjithë Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu Gjelle Gjelalu në mundsoft një ardhme të tillë, insha Allahu Taala. Kontriboni në këtë drejtim të gjithë. E mbylli fjalën time sante me kaq minuta, me një fjalë të një dietarit e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mas miri i shpjegon gjërat e dietarit, por pejgamberi ka thënë vlera e diturisë, vlera e dietarit, nga atij që është adhurues. Kemi një dietar adhurues, kemi edhe një adhurues që sa dietar. Vlera e dietarit nga muslimanit adhurues është sikur vlera e hënës para yjeve tjerë. Hëna që duket të madhe, yjet nuk duken fare rreth saj. Kështu është puna e dietarit. Allahu Gjelle Gjelalu në mësoft diturin, jam mësoft të gjithëve diturin, e si dhe mos diturin e fesë, se kemi në matematikën kretë e dim, edhe gjuhë të huja i njohim, edhe matematikën e dim, edhe gjeografin, po na duhet e s'po na duhet tash këtë navigacionet edhe aparatat për qenë edhe ku se dim, historia do me mësua me dim, edhe da mundsoft Allahu Gjelle Gjelaluhu fëmijën tonë me i edukuar në këtë drejtim. Për fund, sikur që ju përshëndeta në fillim, me assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, përsëri njëjtën përshëndetje, dhe ju përshëndesim me dashuri nga Prizreni.